fillimisht ta bona këtë pyetje sepse ju përballeni si me fëmijën, si me të moshunin çdo ditë dhe i shikoni edhe ndryshimin e stilit të jetës, por edhe ndryshimin e anamnezës së një antarit brenda një familjes, kur e ke pa që ndoshta kanë qenë më të shnetshëm për gjeneratat e reja, po ushqehen ndryshe dhe kanë 2-3 antar me diabet ose 2-3 antar me obezitet, dhe është goxha shqetësuese për periudhën kur po jetojmë. Dhe po, e përmendi edhe doktor Neçbedini që në nëntor shënohet edhe muaji i vedisimit rreth smundjes së diabetit që fatkeqësisht është një numër në rritje. Edhe jo vetëm që është në rritje, por është edhe po ashtu në rritje moshat e reja që po preken. Që kjo është alarma shqetësuese. Sa po ju thash, domethënë fillon në moshën e hershme, kur të bisedojna për diabetin, që është dikun stadi ma vëndshëm i fillimit rezistencës në insulinë, mandej rritjes 3 mujorit, mandej vini deri te diabetit dhe ta kuptoni që ajo ka fillu shumë më herët. Shumë më herët ka fillu. Po, që tash edhe nuk e ndëgjojmë organizmin si duhet. Po, sepse në literaturë janë të përshkruar me 2 lloje të diabetit. Po. Edhe domethënë janë diabeti tip 1 edhe tip 2. Tip 1, që ma pak me populata ma pak merret me ato, se edhe me përqindje është ma i vogël, ndërsa tip 2 që është aktual, tip 1 është dëmtimi i qelizave të Langerhansit edhe mungesa e insulinës, pra trajtohet me insulinë. Ki tjetri është në fakt që gjithashtu fillon, nëse me vëmendje ndëgjum pjesën e parë që ju thash, fillon në fillim në rini. Edhe kjo është diabet i hershëm. Por edhe një qka nuk i vnojna vesh, hajtë se s'ka gale, edhe një qka po pritoj me mirë është me bo ushtrimi, po pritoj me qumë më nxese, herët është, po më dhem trupi, më ndaj 2-3 ditë më vonë, më dhem trupi, a kuptoni? Në fakt, është një kërkes e trupit të cilën njerëzit nuk e ndëgjojnë, nuk e analizojnë edhe nuk e dajnë me mjekun e vetë. Sepse kur të analizojnë edhe të ndajnë me mjekun e vetë, atëre mjekun ndoshta është i trajnuar për atë punë, pra mundet edhe me ja sqaruar.